Rikthehemi. Në fakt edhe gjatë publicitetit këtë diskutim bëm, por sigurisht që Ada bëri një përllogaritje shumë mesatare të gjës, sepse sigurisht që shtohen kostot nëse kemi kërkesa të tjera për ta perfeksionuar. Dhe ato që po diskutonim, se ndoshta nuk e përmendëm, kujdesin shëndetësor. Dhe ajo të paktën që unë përmenda 20% të ardhurave mujore mund të shkojnë për kujdesin e një fëmije, mund të jetë edhe më lart. Mund të shkojë edhe 30% në varësi të nevojave, por kjo tash është një mesatare në rastin e rritjes së një fëmijeve. Faktikisht aspekti shëndetësor nuk kushton pak tani, që nga lindja e deri tek një virus që mund të kalojë me një vizitë dentisti, telat që kërkon. Dua të ndalem në dy komponentë që është shumë e rëndësishme. Pra faktin që këto familje shqiptare përballen me kaq kosto, vjen për shembull në rastin e fëmijëve që arrin në shkollë, pra që janë në moshë shkolle, kostot shtohen për shkak se shumë prindër janë të detyruar të zgjedhin arsimin privat. Kjo për shkak të orareve që janë sot në institucionet shtetërore, në shkollat publike të vendit. Prandaj është shumë e rëndësishme që të rregullohet një gjë e tillë në mënyrë që prindrit, ndoshta me një kosto më të reduktuar, që mund ta marrin vetë përsipër si barë financiare, të kenë mundësi që after schoolin fëmia mos ta ndjeki jashtë ambienteve të shkollës, por ta ndjeki brenda shkollës. Ndoshta me një kosto më modeste dhe pjesën tjetër ta marrë përsipër buxheti i shtetit, në fakt që është premtuar në programin e kësaj magjorance për duhet të ketë më shumë politika për familjet e reja dhe më shumë politika për fëmijët. Mos harrojmë që në Shqipëri nuk kemi asnjë lloj përkraje për fëmijët deri ata bëhen 18 vjeç dhe asnjë lloj lehtësimi nga taksat për ata që punojnë në raport me, po themi, dikë që ka zgjedhur të jetë beqar apo ndryshe. Nëse ne flasim për vendet evropiane ku ne aderojmë të shkojmë, suporti financiar që marrin familjet për rritjen e këtij fëmie janë të përmuajshme dhe plus një herë në vit ty të lehtësohet një lloj takse për fëmijën. Ndërkohë ne këtë nuk e kemi fare në avantazh. Dhe për motiv për të thënë diçka. Kur i lindëm ne fëmijët, ne nuk kishim as të lloj, po themi, suport financiar që është sot, që është 50.000 lekë të reja, apo 80.000 lekë të reja, që po themi është një lloj. Shiko, në momentin e parë është një lloj ndihme. 50.000 lekë të vjetra ishte kur kam lindur. Jo, 50.000 lekë të reja është tani një bon. Aktualisht bonus për 40.000 lekë të reja. Për fëmijën e parë. Për fëmijën e dytë është 80.000 lekë. Po pra, domethënë është një lloj suporti i cili ezaurohet për një muaj. Në kohë dhe në kohë që ne kemi thellë në jetë vajzat, ka qenë 5.000 lekë të reja dhe unë ato nuk e kam marr. Asu nuk e kam. Dhe ndoshta do ishte, po themi, vetëm shenjë për këtë fëmijë që ti ke sjellë një krijesë në jetë. Megjithatë, ne duhet kemi politika sociale suportuese për rritjen e fëmijëve dhe uroj që të kemi në politikat e reja. Përmendes edhe unë këtë doja të ndalë. Jo, unë kam shumë të rëndësishme. Punoj me familjet në nevojë. Kanë politika sociale të përshtatshme për familjet. Dhe diçka tjetër për të bërë dallim, se ndoshta na dëgjojnë njerëz ose ata që po themi merren me politika dhe kanë një lloj vendimarrje. Është ndryshe qasja që ti i bën një nënë që është e martuar me burr me partner në familje dhe rrit 2 fëmijë, është një lloj lehtësim nga taksat dhe është ndryshe favorizimi që i bëhet një nënë e cila është e vetme. Pra, ke nevojë ta suportosh që të rris. E di pse? Sepse varfëria ekonomike e prindit dhe e familjes rrezikon fëmijët në rritjen e tyre. Pra është shumë e lehtë për të interpretuar. Dhe kemi të domosdoshme që në Shqipëri kemi të kryerë. Por unë kam pasur koleget mia, prandaj është shumë e rëndësishme që të asistohen, duke marrë parasysh se sa kosto ka rritja e një fëmie. Ja ku janë kostot? Po, ne paraqitemi, jemi gjitha nëna dhe dim pak a shumë se sa na vlen dhe sa shkon ajo fatura në fund të muajit. Dhe shumë e rëndësishme që të ketë politika në disa drejtime, në aspektin e taksave, detyrimeve që ne paguajmë, në aspektin e lehtësirave kur vjen puna për institucionet publike. Dhe tjetra më rëndësishmja, çfarë politike në momentin që ne themi është ulur numri lindjeve. Ky është fakt, 22.000 bebe kanë qenë vitin e kaluar. Në momentin që ne kemi këto politika që janë afatshkurtra dhe nuk shërbejnë afatgjatë, ne nuk e ndihmojmë situatën. Pra nuk e ndihmojmë familjen shqiptare. Unë mendoj që nëse ka vullnet të mirë mund të bëhet, pra nëse ne flasim sot, më falë, sepse kam shumë të rëndësishme këtë punën tek familjet dhe sidomos tek rritja e fëmijëve. Është shumë bukur që ne flasim për paketën e maleve, po hajde të bëjmë një paketë për fëmijët. Paketa për rritjen e fëmijës, për lehtësimin e nënave dhe familjeve të reja, për të rritur fëmijët e tyre. Jam krejt pro paketës maleve, është okay. Por ama paketë për këto krijesa që vinë në jetë. Është fatkeqësi e madhe që unë kam pasur koleget mijat në botën e medias, të cilat janë shkëputur me leje lindje për një periudhë 6 mujore, një vit, dhe pastaj kur janë rikthyer, kanë shkëputur
kontratën e punës. Dhe ky është problem pastaj që tek ne në Shqipëri... E di çfarë do të thotë kjo për një nënë të re, pra përveç traumës, me çfarë do të përballet ajo dhe pamundësinë financiare për të rritur fëmijën e saj. Pra dy kolege të cilat janë përballur me largim nga puna, dhe njohin të gjithë. Dhe njohin të gjithë dhe kjo është një thirrje ose ndërgjegjësim për sipërmarrje që nuk mund ta bëjmë këtë gjë. Është diskriminim i pastër gjinor. Pra ti je në disfavor sepse je një grua dhe sjell një fëmijë. Pra të disfavorizohesh vetëm për këtë punë është në kushtet e ekstremit sot ku ti bravo qofsh si grua punon. Dhe kur janë kaq vulnerabël në një moment të tillë. Bigjita. Suela, ti je në kontakt edhe të familjeve të cilat janë në asistencë, nevojën pra për ndihmë dhe do doja të dija sa i përket kostove kur ti i takon ato dhe të thonë dhe do të analizoni bashkë. Absolutisht. Për çfarë nevojash? Shiko, për gati 15 vitesh është një sfidë konstante që se ne bëjmë dhe statistika vetë për këtë familje, po themi sa marrin asistent, sa marrin kemp, sa ndihmon, po themi nga një familjar nga jashtë Shqipërisë, sa mund të marrin një suport nga komshit afër, sa mund të jetë pakoja ushqimore që ne i japim, dhe jetojnë në kushtet e ekstremit. Pra një familje me 4 anëtar jeton me 40.000 lekë treja. Dhe kjo është komplet. Dhe fëmijës i mungon gjithçka. I sigurohet çfarë? Dhe këta fëmijë, nëse ne do bënim, nëse në një moment do doja të ishte afër, të bëj një vlerësim në lidhje me se sa shëndet të mirë kanë këta fëmijë, ata janë fëmijë të mangut në shëndet, sepse nuk marrin as proteinat, as vitaminat, as kontrollet e dukura. Janë të keq ushqyer. Janë realisht të keq ushqyer dhe pastaj po na shtohen, po themi, shumë sëmundje që janë të kockave, të lëkurës, të fazave që janë të rritjes së fëmijëve, që këta fëmijë pastaj vetë ju bëhen shumë shpejt kontingjent për çon asistencë sociale. Pra nuk po e shkpusim në fillin, jetojnë realisht me minimumin e mundshëm dhe çfarë mund të kenë favor ato, por që për mua unë nuk dua ta them asnjëherë që është favor, por ato e thonë se thonë që kemi një pul, kemi një lop, kemi një qinç, po themi edhe prodhojnë vetë sa gjëra, kemi pak baçe dhe kjo mund të jetë ajo që e zbut logjikën që ne në Tiranë se kemi, në këtë aspekt të them. Edhe duhet thënë që kostoja pra ka një kosto të ndryshme kur flitet për shpenzimet e fëmijë, apo e janë fëmijë që janë më të sëmurë se fëmijët tanë. Në raport zonat urbane, në raport me zonat rurale. Por prapë, 40.000 lekë të reja nuk mund të jetojnë 4 anëtar familje sot. Është e pamundur. E pamundur, e drejtë. Kudo që t'jesh, është e pamundur. Duhet ndihmë. Duhet një paketë standarde për fëmijët, një paketë për fëmijët në rritjen e tyre. Absolutisht, ndaj dhe vlen normalisht analiza, pavarësisht se gjithmonë ne i referohemi një mesatare, sepse si në këtë vend edhe në vende të tjera të botës ka njerëz edhe të varfër, ka njerëz dhe shumë të pasur, të cilëve këto shifrat që ne trajtuam bashkë ju ndryshojnë totalisht, ndoshta shkojnë në ekstreme. Ne bëjmë një përllogaritje mesatare për atë çfarë është e nevojshme për një rritje të shëndetshme. Edhe uroj fort që gjithmonë të jenë në vëmendje fëmijët, për të gjithë ata që kanë fuqinë dhe kanë dorën kryesore për vendimarrje në lidhje me to. Dhe mbi të gjitha uroj që çdo familje të mos sfidohet tek rritja e fëmijëve. Faleminderit shumë që ishit këtu. Uroj të keni të gjitha fëmijët me shëndet dhe mos kemi dhënë mesazhet e gabuar në kuptimin që ka shumë kosto rritja e një fëmie dhe ata që janë në pikpyetje po vendosin edhe një pikpyetje sa që kemi besuar edhe ne. Fëmijët sjellin varësi. Faleminderit që na ndoshët, takojmë nesër.